Se nëse publikut nja edhe don, ty ta pranon edhe nëse poston gjdo dit edhe gjdo detaj tjetës tone. Se aj do me dit prej te qatë moment, gjdo detaj. Pa marrë parasysh që jenë ato jetu me një shoqni këto të na, që shamu kena qef me e këshyrë biznesin e dikujna, mi shti hun të edhe në pun tjetër kujna, e sane e këto, edhe që ato sane dhezin këto të na. Apo kuptan edhe dvym paka shumë adin për mi maj që ato, se ma shumë dikujna interesën që a jetu boti, se sa mi e këshyrë punën e vetë që ato bo vetë. Po, unë ka dosh me e di qaj që postojnë për shambull, a knaqet me qëto a e bën prej zorit. Ashtë na që lëm pytja një qatë. Po, se për një me buhet si varsi, edhe për shambull unë e ka njëherë kur janë njëse me postu pak ma shpesh, ka njëherë u mungojnë edhe lojkat, imagino tash me postu të në kohën, qëfar njeri, diqysh nuk e di, nuk më menoj që kina i pozitivitet, kur të në kohën e shprejna për video. Ta një njëtën reale sa po jeti aktive, ose sa po mënësh me bo një muhabet me një njeri. Se për të hupë, diqysh, unë e menojnë falni se për një me të hupë që kjo që... Ka marrë me shumë... Jo me për dosane jo më pro, për shambull për që ato që theti për pun, jo me dhe unë e pro, se për shambull nëse e ki një biznes një diqka për me promovu pa tjetër që po. A një denit që në këtë rast je prezentuse, edhe të duhet me promovu punën tane, jetën tane. Po jo, unë po menoj që ta një televizion një flet vetë, se unë të në kohën, së një tham njerëza, tash ka me hin emision, tash... Buhet e ti, për të suar, nuk po në televizion, tu më po dhe në telefon, tani dikur, veç me i në shpe, mi thonë për shamu ka njerë që ju interesën që kjo, aden që mu dok, aden qësh do këtë pra paskena, qësh do këtë aden pjesa kur bo është gati ti për me dalin që atë emision. Se na pedina krejta aden që pjesa emisioni që ka mu montu, ka me dalin televizor, krejta ata e shojnë, aden për shamu njerëzit janë edhe pak kureshtja me edita, aden që qësh do këta, qka ka, diqka, din dikush është s'monet mu konë këto, se nuk ka në jarësie pëse mu konë këto. Edhe besa mi të regu edhe gjanat në shtat lodhje, se juve gjanat bukra me qitë, se në momentin që, a din kur bo është bajat kur ti veç mirë fol, edhe gjithë qka është perfekte për ty. Në momentin që ti poston në shtat edhe gjana të realitetit, edhe je sa ma naturale, në shtat edhe mundësh pa marë parasysh ketna që dalën televizione, kështo krejte menojnë ato që ase punën e lete kene, ose diqka, kuptan edhe pëse shamu mos mi u tregu njerëzve që se cila pun që bohet, prej krejt veneve që to, është një laj sfide në vete. Ka persona që postojnë vetëm prej natit të tjerve. Shkoj me një pushim, apo diçka një luks momentet e kanë, edhe ndoshta nuk e di me postu, po dhojnë 5 minutë më ju kallëzu tjerve që ku marrë. Ajo ndoshta e knaq vete me njërë online, po shpirtënisht mundesh me kam joj për mbushë. Ani, prap kam rrit diçka. Po prap ka persona që e bojnë edhe me natë të tjerve, thojnë ti kallëzoj pak edhe standardet e mija që... Që se rom edhe në rom qatë tjerve. A duhet të postohen problemet personale, apo është kërkim vëmendje? Se zakonisht edhe na kur të poston dikush menojna që pe bën për vëmendje. Atë janë njësë janë e maseve që kështë. Krejt varet të qëllime. Që ose te ki një problem, që e kërkon dim prej njerëzve, lirisht pa problem, unë e kësha postu. Qoft lidhje me ndo një smundje, apo